duke shprehur qartë vëllimin dhe vullnetin e saj për të mos dëshmuar. Seanca sot me ndërpritet këtu. Prokuror, a keni ndonjë informacion për dëshmitaren që keni propozuar, si është situata? Nderuar kryetar. Sepse edhe gjatë dërgimit ftesat ne i kemi dërguar përmes policisë, mirë po. Ashtu siç ju kanë informuar edhe ju, domethënë ftesën e ka pranuar informacionin që i kemi ka pranuar dikush nga familja e saj, në qenë se ajo nuk ka arritur domethënë që i përgjigjet ftesës kësaj gjykate. Propozimi jonë është që ndoshta në këtë fazë ta propozojmë që të lexohet deklarata e saj, nëse lejohet të arsyetoj arsye pse. Po, patjetër, mund të arsyetoj. Me qenë se dëshmitarja është thirrur rregullisht për të dëshmuar në këtë shërtim gjyqësor, mirë po e njëjta ka refuzuar ta pranojë ftesën. Ajo ka refuzuar ta pranojë ftesën duke shprehur qartë vëllimin dhe vullnetin e saj për të mos dëshmuar, pa paraqitur ndonjë arsye ligjore, konsideroj se janë plotësuar kushtet nga neni 335, paragrafi 1, në paragrafi 1.2 i kodit të procedurës penale, i cili parashet që proces verbalet të mbi deklaratat e mëparshme mund të lexohen kur dëshmitarët pa arsye ligjore nuk dëshirojnë të dëshmojnë në këtë shërtim gjyqësor. Aprovohet propozimi i prokurorit të Prokurisë Speciale të Republikës Kosovës për shkakun se dëshmitarja Dragana Antonijević, edhe pse i është dërguar ftesa apo është bërë përpjekje që të sigurohet, e njëjta nuk gjendet në territorin e Republikës Kosovës, konkretisht gjendet në Republikën e Serbisë. Andaj, bazuar në këto shkaqe, del kryerresht lexohet proces verbali mi marrën në pyetje të dëshmitares Dragana Antonijević. Ne kemi pranuar edhe një parashtesë nga mbrojtësja Jovana Filipović në lidhje me një dëshmitar të propozuar, të cilën prokuria e ka pranuar me kohë. A mund deklaroni, prokuror? Propozimi është paraqitur me vonesë dhe pas një arsye, duke mos respektuar to afate ligjore. Gjithashtu, nga këto rrethona, mbrojtja nuk mund të përfitoj nga shkeljet e veta procedurale, ndërsa pranimi i këtij propozimi nga ana e gjykatës do ta cenonte parimin e barazisë së palëve në këtë procedurë. Aprovohet propozimi i mbrojtësës të pandehurit Dušan Maksimović, avokatës Jovana Filipović, se në cilësinë e dëshmitarit të dëgjohet dëshmitari Rade Nedeljković. Seanca sot me ndërpritet këtu, me qenë se gjykata aprovoi propozimin e mbrojtjes. Seanca radhës saktohet me datën me 16 janar me fillim në orën 9:30.